Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur biskotat më të thjeshta dhe me një aromë fantastike, kështu që nëse keni një limon në shtëpi, qëndroni me mua t'i përgatisim bashk, pasi është vërtet gjuna të shkoni të blini biskota, ku mund t'i përgatisni kaq lehtë në shtëpi. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një enë do shtojmë 2 vezë, 150 gram sheqer, masa e sheqerit varet se sa të ëmbla i dëshironi ju, por për këtë mas kaq sheqer mendoj që është mjaftueshëm. 30 ml vaj, çfarë do lloj vaji që ju përdorni në shtëpi, dhe masën do ta përzjejmë shumë mirë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi përbërësit e parë i kemi përzierë shumë mirë, do shtojmë lëngun e një limoni, lëkurën e një limoni dhe 300 gram miell. Unë e kam vendosur të kjo sita pasi shmang ato kokrizat që mund të ketë mielli, edhe pse është i situr, por përsëri krijon kokriza. Një pluhur fryrës dhe vazhdojmë ta sitim derisa të mbaroj masa dhe të shohim mbetjet që do ngelin. Nëse nuk jeni të sigurt se sa përthithës është mielli, mund ta shtoni atë pak e nga pak, dhe nëse nevojitet të shtoni pak më shumë, mund ta shtoni, ose pak më pak mund ta shmangni. Siç e shihni, ka mjaft kokriza mielli, prandaj është e mira që ta sisim gjithmonë kur e gatuajmë, kur e përgatisim. E punojmë brumin me duar derisa të na formohet kjo masë që shihni në video. Unë kam përdorur doreza pasi gjatë prerjes së limonit preva gishtin, sepse zakonisht i përdor shumë rrallë, por në këtë rast duhet i vendosnja. I japim formën më të thjeshtë të mundshme në formën e topdhave të vegjël, ja kështu si shihni në video. Do na nevojiten 2-3 lugë sheqer pluhur, i lyejmë shumë mirë në të gjitha anët, ja kështu, dhe i vendosim në tavë. Nuk e keni idenë sa thjesht përgatitet, nuk ju duhet as mikser, as përzierës elektrik, as gjë, mund t'i bëni me duar shumë shpejt. Unë i përgatita me djalin, ai më ndihmoi për të formuar topdhat, ai i preferon shumë aromën e limonit dhe mezi po priste që të piqeshin. I vendosim në tavë, duhet patjetër një letër pjekje poshtë, dhe në furrë të parangrohur i pjekim në 180 gradë për rreth 20 minuta. Pjekja gjithmonë në varësi të sobës që keni. Ky është rezultati pas pjekjes, o zot çfarë arome që kanë, u aromatizua e gjithë shtëpia, janë vërtet fantastike, unë i përgatis shpesh, edhe me portokall, edhe me limon, dhe bëhen vërtet shumë të mira. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani atë në koment. Biskotat janë gati, janë ideale për të shoqëruar kafen e pasdites, çaj, por edhe për t'i dhënë fëmijëve ndonjë biskot me vete në mënyrë që të shmangni, t'i marrin ato të gatshme që përveç se sheqer nuk kanë asgjë të shëndetshme në të. Si ju duket si recetë, nëse ju pëlqen, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypje në koment. Faleminderit që më ndiqni.